Pas suksesit të pak ditëve më parë me ekipin U16, Vllaznia e Djemve në atletik është shpallur kampione edhe me grup moshën U18. Garat e këtij kampionati kombëtar janë zhvilluar në pistën e stadiumit Loro Boriçi dhe janë dominuar nga atletët shkodran. Kështu ka spikatur atleti Arion Alibali, i cili u shpall kampion në 2 disiplinat, në 100 dhe 200 metra. Po ashtu në 2 gara ka triumfuar edhe atleti tjetër i kuqebluve, Andrea Nënshati, që triumfoi në garat e 100 metrave me pengesa, si edhe në kërcim së larti. Po në 2 gara ka triumfuar edhe atleti Sulejman Taka, i cili u shpall kampion në garën e kërcimit së gjati dhe po ashtu edhe në 3 hapësh. Ndërkohë Damian Pohja triumfoi në garën e 400 metrave me pengesa, duke u shpallur kampion. Në këtë mënyrë, duke grumbulluar më shumë pikë se çdo ekip tjetër, Vllaznia U18 u shpall kampione e Shqipërisë edhe për vitin 2026. Kryetrajneri i Vllaznisë Albert Marashi foli pas shpalljes së ekipit U18 kampion, ku tha se rezultatet janë premtuese për të ardhmen. Them drejtën, ne ishim përgatit për këtë aktivitet me U18, kishim ato pretendimet tona dhe u realizuan më së mirit dhe çka u paraqit edhe me rezultate arritën nga sportistët. Duke zënë përkatësisht vendet e para, pothuajse në çdo disiplinë, sidomos në garat e sprintit dhe të kërcimeve. Kishte rezultate premtuese, çka janë diçka pozitive që i vjen në ndihmë edhe ekipit të rive, edhe ekipit të rriturve. Unë do të falenderoj të gjithë sportistët dhe trajnerët për pushtimin e tyre. Kolegët e mi Bruno Rotani, Dorian Tafa, Jetmir Jahaj. Duhet i përgëzoj edhe sportistët edhe një herë për rezultatet e arritura, që premtojnë shumë për aktivitetet kombëtare dhe ato ndërkombëtare. Ky titull është i 18 i radhazi për Vllazninë U18 dhe kjo tregon qartë sukseset e atletëve shkodran.